Prej 3 ditësh, shumë biznese të vogla dhe të vetë punësuar në Shqipëri janë përballur me një problem të jashtëzakonshëm. Sistemi Self-Care i Albania, platforma qendrore për lëshimin e faturave dhe menaxhimin e certifikatave fiskale, nuk ka funksionuar. Ky bllokim ka paralizuar aktivitetin e përditshëm të shumë subjekteve që varen plotësisht nga platforma për të kryer transaksionet e tyre fiskale. Për shumë biznese të vogla, sistemi nuk është thjesht një opsion, por një domosdoshmëri e përditshme për të lëshuar faturë tatimore dhe për të menaxhuar detyrime ligjore. Problemet kanë pasojë të menjëhershme në funksionimin ekonomik të këtyre bizneseve. Subjektet me pronar të vetëm nuk arrin të përgatisin bilancet, pasi nuk mund të nxjerrin faturat e blerjes dhe të shitjes, apo tabelën përmbledhëse të ardhurave dhe shpenzimeve, dokumente të domosdoshme për përpilimin e bilancit vjetor. Përmes platformës, kryhet gjithashtu edhe ngarkimi i certifikatave të fiskalizimit. Nëse certifikata një subjekti skadon gjatë këtyre ditëve, biznesi rrezikon të mbetet pa mundësi pune, pasi nuk mund të rinovohet. Shumë prej përdoruesve kanë kontaktuar shërbimin e klientit të Self-Care, por deri më tani nuk kanë marrë një përgjigje të qartë mbi arsyet e ndërprerjes apo mbi afatin e rikthimit të shërbimit në normalitet. Bizneset kërkojnë një zgjidhje të menjëhershme, duke theksuar se situata po ndikon drejt për drejt në të ardhurat dhe mbarvajtjen e aktivitetit të tyre, duke i lënë shpesh të bllokuar pa mundësi të kryen operacionet bazë të veprimtarisë.